Nëse s'do bëhet e sinqert, do t'jem unë i pari që do dalë të them 1 sekond se 1, 2, 3, 4, 5. Unë po e pres. Po flasim për analizë, pastaj nëse analiza do jetë, do flasim se Berisha një orë të thotë që Edi Rama është hajdu, se Edi Rama analizë nuk kuptoj vendimarrje të fortë. Po pra, patjetër. Por atë them dhe unë. Edhe unë atë pres. Po pra, tani nëse se bëjnë, do dalë unë i pari, po do kesh dhe tjerë që do dalin, se ai grupi që thej ti, patjetër që secili ka raportin e vet me politikën. Zoti Ali Mehmeti ka qenë kritik. Jo, Ali Mehmeti ka kërkuar në publik për një vendimarrje të tillë, që të prodhoj analiza. Po, e vërtet. Ka edhe tjerë njerëz, cilët kanë bërë betejat e tyre, nuk kanë ndonjë zë të madh publik, ndoshta sa Ali Mehmeti, por në zonat e tyre kanë valencë. Kështu që edhe ata njerëz po janë shumë domethënë se ata njerëz, sepse përfaqësojnë komunitete shumë të rëndësishme. Po patjetër baza është 5-6.000 vota, 7.000 vota, 8.000 vota dhe mos hysh në parlament, domethënë kjo është çmenduria e kodit zgjedhor. Ke njerëz tjerë që s'kan kokër vota dhe janë në parlament. Pra për këtë kodin zgjedhor po flasim tani, që do bëhet prapë i njëjti. Dhe për listat e famshme.